dhe dhënja e sadakas. Mos ta na shkalojmë këtë punë. Dhënja, duhet me qenë bamirës. O shqiptarit nuk i ka hije mos me qenë bamirës. Jam të folë për pjesën e njerëzve që janë lëkura ime, o gjuha ime, ajo loçka ime. Shqiptarin, s'ka zoti që në ka kriju këti puna. Nëse ka nevoj, duhet me bë potere për këtë punë. A mi qartë. Do me thonë tash ne, si popull këtu, me cënë duhet me qenë lidhur? Duhet me qenë lidhur me Zotin. Po se sërish në këtë mua. Pse? Se Zoti e kërkon këtë. Edhe ne për të qenë të sinqert, për të qenë të mirë, po që do një gabim i vogël ka ndodhë, po që e bëmërësia, që e dhënja, a ne si popull jemi dërdhansë. Edhe shumë i natë i mund vjen, populli jemi shqiptar, që janë musliman këtu, mos me qenë dërdhansë. O, nuk o pa tjetër me dhonë miliona, as 100.000, as 50.000. O, 10 dinar me dhonë të tamam. Po se cili me dhonë ka vetë. Kina nevoj për se vape ne, ama ka nevoj populli janë për ndirë. Një rrugë të mirë me regullu, një shkollë të mirë me merimetu, me ndërtu dhe një treja ndë ma mirë. Një spital me renovu, një xhami me ndërtu, një student me ndihmu, një jetim me ndihmu. A pak kemi ku ndihmojma, sa duesh kemi. A duam. A nëse duam, mundësit i ke. Se mundësit e ndihmës nuk më varen të sa kam, sa ke dëshirë me dhanë. A ke dëshirë me dhanë. Me mundësi. Ato vara që ka kanë ardhë, ja, Rasul Allah, i kanë thonë, oj, dërgari i Zotit, to pasanika të vërë. Në shkull, unë e hiqë asë gjanë s'pe apë, të kam 1 milion e japë. I ka thonë, nëse ata japin, ti bandua edhe përmend e Zotit. Thuj subhanallah, thuj alhamdulillah, thuj Allahu akbar, i arin edhe ata.